Përshëndetje, këtë juve miq të emisionit Në Kamp me Kujtesën, që gjështun prej orës 8:40 në mbrëmje jeni çdo herë bashkë me neve, me personazhe të ndryshme që arrim me i sjell në një verzion krejtësisht tjetër në vende të ndryshme dhe vende të bukura të Kosovës. Sot kam kënaqësinë që na ka sjell në Prizren, një super personazh që unë them çdo herë tërheq publikun kudo që është ai dhe çka do që ai folë, është artist me plot kuptimin e fjalës. Nuk isha ashtu bashkë kur gjo Gjemil Gjini bashkë me neve. Gjemili na ka sjell në një super vend për ndryshe, edhe është të na prit, po s'është Gjemil na kena ardhë. Hej, mirë se keni ardhë. Heja jam për mua. Që edhe të prita, qëto i gjeta qëto? Qëto e nga të bukra, se sa gjithçka tjetër. Gjemil, faleminderit tepër shumë. Faleminderit juve kënaqësi. Për kohën, edhe një falënderim i madh që na ki pru mas parin që të vend qëto. A kështu po shkojmë? Hajde, okay. Se kemi ratu vendi që amo jo me e qa shpejt. Ka të sill bukuron. A ti numërojmë hopat? Po, ka dalë qëto piqesim ova. Unë prap shumë shpejt se 47:30, që këqëra. So a ke numrin e kamës? Po vjen marrë me thonë. 47:30. Më kam thirrë zjarr fiks me punu, po kisha kohë. Ka e nis me këtë kamë. Gjemil... A din sa shumë kom hek mas ju qel ma beti komës. Hajde. A din sa shumë kom hek me gjithë patika une. E këpuca, shumë problem. Ose... 47, diqysh. Veç me porosi, garant. S'pëm kujto taj kom pre... Ja, mirë, pas. A blen shpesh patika dhe a dush me ju shkru me të porosit, api gjenë, kështu na jetë? Sa her i sho që ka du me kom oferta me numër të madhë, me njerë i blej. Gruja një ditë tha, hej, një dolapi jotë jo mu, vash gru. A ki qef një me kështu, a blen shumë a ju? Jo, veç këto i kom të mëzë bashkë. Okej, po ashtë qare. Pa tjetër se su një gjej. Po, okej. Parë në përna kop në i kriz në esen jes pa to. Gjemil, a përshe, mua beti veç me juve, s'ka fund dhe niz pa plan, dyqysh, niz bashkë gjithë shka. Shumë qka, keme folën thash edhe në intro që për një me do me safer nuk del as minutajë, emisionit qa që mundesh me bo muhabet, nuk po të thëmë veç pse je këto, po dihet ajo qka veç one po e thëmë, edhe shumë mirë bone që na punën në Prizren. Po du me ditë që shjeti, me shëndetin, që pëtecim punët, edhe që është Prizreni. Faleminderit ju që erdhët në Prizren. Nështë ta u dashtë edhe në marë Prishtinë, po dash pak ta mujnë një ndryshim. Jo, shumë mirë ki bo. Se pritova 20 euro mjarë gju benzinë e tjera. Me pa di që për qëta. Faleminderit shumë që keni ardhën më keni respektu edhe tash ti shojmë edhe do vene të bukra e tjera. Me shnet mirë, super. Okej. Apo anko është kështu a ju? Jo, nuk jam tip që ankona. Dhe imbje se në kena gjithmonë, por nuk ankona, dhe më dhënë nuk jam edhe personi që e këshyri vetën shumë. Për një ma... Po, gabim, adina është gabim, për shembull me shku pargjimja, diçka me mojt vetën ashtu unë e punoj, ngoj muzike tjera, shtu. Gjemil, a je heq... a je heq sportit? Po menoj, a del natyrë, ose a e thana i sanë, kështu? Shumë jam tim sportiv, karikën e du shumë. Rati? Aty ku punoj, tanë ditën e kom karikën, edhe hapsinën e kom, është hapsinë e vogël, 10 metra katror, që aty sport kënoshna. Kom fillu më po djali mirë. Po ti djali mirë je konë gjithë? Që një vit, po shumë, që një vit unë e kom ble një bicikl. Sa herë ki përdor? Jo, çdo ditë e përdori. Shumë seriozisht e kom. E kom ble një bicikl, nese është me rryma, dhe nëse që të nimon. Po mirë. Se kalca. Jo, shumë mirë. Bicikletën e kom marrë, e kom ble dhe kom vozit mas 25 viteve. Kur hypa në biciklet, ja nisa me vozit, kisha haru që t'vjen fryma. Që kjo është dhe më thonë, lodhna shumë, sport i rondë, shkojnë punë me biciklet, këthena i kry punë të mija atjera. Gjemil, atë thoi njerëzit, përnej, aja është fështirë me marë seriozisht Gjemilin kur të folë. Për shambull, se nuk e dim kur bën hajgarë dhe kur është të folë seriozisht. E kom këtë problem. A ki? So në evrejt, apo më be kuptaj? Njerës të ma kanë thonë që, por ndryshe humorin e kom shumë, kom qef shumë, që ta ti a bën humor, a s'bën nuk e kuptoj, po une humorin e kom krah për krah, gjithë. Në gjepë që të dikon? Po, gjithë, se pa humor nuk kom. Edhe mirë, unë mendoj që se cili
se cili njeri në tavolin du të me pas një gjemel diqysh, apo kuptan, me që humorin që veç e ke për një ma Një postës. qërkuz. Një qërkoz, bash, mas miri. Po ma mirë, shkon edhe muhabetin tavolinë Po, ma mirë. dhe dhe ma s'ka. lezetshëm. Me qëtë mësaferë që e kemi, edhe me ty bash, a shkojna ulen. Po, Hajde. në qëto karika, Qëto? pa je sigurt? Po. Hajde Gjemil, s'kena Unë për atja, ty. okay. Po, ti atje unë këto. Me të pytë, a je sigurt që më bënë që karikë? Po, mëre, a di çfarë personazhi unë ullë këto. Sa kilogrami ki? 120. Po manë mu me 60, s'po të manë ty me 120. O, ullë shlirë. Po. Oh, qëfar rahatije. E, qëtash, apo do këtë vete asë kur më konë në plazh, Gjemil. Për bes po? A, për një me po. Për bes po edhe kjo zhurma e lumit. Peks. Për një me, a një të nevojshëm të qysh ka njerë, veç me mu shkput pak, ose ja bën vetës naj dhurat të qysh me dalë mu shkput, ose me shku me naj pushim pak 2-3 dit, ose 1 dit, ose me arë që shtën si vend, ose s'po di. Me shku me naj mal, ose me naj deti. Po. E meriton Gjemili. Unë fort nuk jam adhurus i malit. Keq. Tut në arrushat kërë në shojnë, thojnë, u djali oqës dhe s'gardë. Nuk jam fort adhurus i malit, se lodhë në atë hype të shdrypa. Ma shumë e kom qef detin. Deti. Edhe A je ma shumë i rahatis, do me thona? shpesh herë kur shkojnë në det, tash po lidhën me atje nervoz, dalë aty buz deti për leona me gjysën e botës, ama vetë me veti. Më pëlqen do më thonë larg me to. A merë na i Jam përgjigje prej atyne që ti bosh nervoz edhe fol me ta? Mas disa ditë, se më vinë idejat aty, çka me bo. Edhe ta kthejnë përgjigjen. Por ndryshe këtu në Prizren, ku e kom shpinë, Po. e kom ofër shumë kalan, Lumbardhi, është pjesa Marashit, është shumë bukur. Dalin njerëz shetisin, Po. naj herë edhe në dal aty. Më pëlqen kjo zhurma e lumit, takon njerëz miq, s'pa. Veç edhe kohën ashta me gjetë për ma shumë sene. Hajde, po, Po. nëse i shikon ma i lirë, Gjemil, a kështë bo ma shumë sene, kështë qefit tënd, për shambull, se s'po po. Po, definitivisht kisha bo, rreth muzikës me ushtru ma shumë. Me dalë me A shetit pet, ma shumë. po. Po, muzika, po pas e kemi atë profesion tonin. Thash, detin e kom qef, edhe kom qef me eksploru venet të reja dijet. Okej, nice, që kjo mirë. Mujnar shumë kom plan me dalë pak Itali, Super. po du me shku rreth detit, edhe po du me ju kthy Napolit. 2005-ën, nëse më lejon me ta tregu, Po, kemi gjithsesi. qenë bienale në Napoli 2005-ën. Kemi performu me Ethnically Plucked, atëherë isha perkusionist në Ethnically Plucked. Edhe qatë bukur mu ka do ka i ven, edhe 12 ditë kemi kalu aty. E po du si vjetë kismet me shku me e përsërit atë ven. Tash për fat jemi liberalizu, edhe ju thash fëmijëve nuk ekziston vetë Shqipnia, Maqedonia, Molizi. Tash kena me shëtit, me eksploru non-stop. Shumë mirë Edhe që ju gjithmonë ki nga thonë. detit. Po, edhe shumë mirë edhe malit, pas keme pas emocione, pak a? Me shku tash me pa dhe njëherë qatë, E kom qef pak ato nostalgjia, kërë më kapi, kom qef. Kur si ka qef, dhe që janë të mira, sa do që këthesh në kohë edhe sidomos kur i përjeton edhe ishe në ishe qatë vend, ose të shka e tillë. Përpes. A ke bujt në herë në tent, camping, a ke bu në herë? Tenda kom bujt, jo. Pas një herë, Jo masi tipi që hotelin, rahatin, është hotelin, jo, po jo masi tipi që iki pak insekteve. apo? Kom tenda në shpivile, por nuk më ka rarosit, thash, jam adhurus i rafshit. Nuk më ka bova ki me shku dikon me edhe shoqnin e kom asi tipa që nuk më kanë tërhek, hajde shkojmë për shembull mal, camping e tjera. Nuk kom pas rast tash. Po, Mas ta bëj verë, isha e... Të thonë ti kam qenë... Kam qenur. kam qenur në bjeshk të... Kështu Pejës. kom has, dhe më thonë, më kujtu në Shqipni, në venet rreth detit, dhe më Po, thonë ka kom pa plot. qysh është, edhe rreth Prizrenit është Drini, Bardha e pjesa, po flasë shumë vite ma herët. Po. Në është tani sy gjume kom bo, ama kështu me kalu natën e tjera, jo, më qëfar, di në zetë, Po, në shpi, rehat. Ama jo, është eksperiencë e mirë dhe ajo. garant. veç Varet po dhe se po nuk thuti e kom kush do pas që tërhek, fat. nëse Po, veç nuk e ke kom pas fatin, shoqni, shoqni se kom pas po, asoj. të kishin shti në mes. Çka të pengon mas shumë ti në Prizren? Prizren, Edhe çam çka të pengon? pëlqen mas shumë ti në Prizren? Dy sajnë, ose njënën për këtyne cilën do që e ki ma Për lejtë. të dyja të kena përgjigje. Më pëlqen Mos Prizren rano shumë. Jo, Prizren më pëlqen. Tash të bua si unë e venalia, se api di qysh. Prizreni më pëlqen, e ka një farë rahatie, një qetësi, ajrin e ka shumë të mirë.
Vërtet. Ka ditë zoti me fal, në herë edhe në ato pengul fatin, po mirë. Njerës janë qetë, menoj, ka dha si njerës që të bojnë nervöz të ajo pyetja e dytë. E ka bukurinë, ka një farë qetësie, është e organizune, s'po di, menoj qashtu nështë Po. është jam pak lokalist, se unë kom jetu në Prishtinë 10 vite gati, kom studiu, kom punu, kom bo. Edhe prap. Kur u bon fëmija për shkolla, në Prishtinë nuk mi qelen do dyrë atje dhe u dasht marë. Grune kom të atje, ta e me nëziu adaptu, po gru, falj. Shumë sakrificë veç, a? Marë Definitivt. prej Prishtina, ne jo, pëse është diçka, po prap është dallim i madh, sidomos nëse veç Nuk ka është jetu lehtë. linda atje dhe në fund më u kthy në Prizren, Juli, çka Nuk është. pengon në Prizren? Me po që shka nisë mësu turqishtën e O ja, serijat. Qka më pengon në Prizren, për dalë muzikë. Hapa një farë atelier, për me mbledh rinin e Prizrenit, me ushtru muzikë, me bo një farë mënyre, me bo një farë grupit madhë, si kur unë që kom përjetu në Turqi, kur isha një farë kursi. Në shumë pak fëmijë më përgjigjen. Shumë pak të interesum. Folsha me prind, me shokët e mi e tjera, që një fëmijët, hajde të bojmë Po. grupe. Shumë pak. Najherë menoj që jonë pak vetjak. Zdi pse. Është e rondë. Najherë menoj. okej. Ka edhe njerëz të mirë të butë, po jonë edhe Po, tipa asit izolum. Rinë të mbyllën. Po kjo që kjo më pengon është ta. Nuk jonë pak thjesht mu qelë, mu socializu, mu shoqnu, me dalë, Me pa ma shumë, open mind, mu konë pak ma të hapon. Ka ashtu, po ka dhe që jonë të ngujum, të mbyllën. Që kjo më pengon, sa në Okej, tjera. u kry... Edhe kalabalëki, Au, mos trafik vakt. si çdo konë. Po, si krejt Pa qytetit. nevoj, kerin, qyteti i vogël, pa nevoj. Merë me bicikletën, sukur Gjemili që ja bën. Edhe, Qashto me rry, me mirë edhe u me rrim kry. shumë të mone, Po, të më valla. reklam. Gjemil, se ndoshta ka njerë edhe po përsëritna, po për një me shumë etapa të jetës, kemi se çka me folë me ty, edhe shumë përjetime, shumë momente, shumë histori, ullje, ngritje, momente të bukura, momente të hidhura, po them kështu, Po, normal. si Një njeri gjalli, po. si secili njeri feks. Po du me shku pak si kronologji, sepse të kom për herë të parë në emision në kamp edhe për herë të parë kështu në intervist edhe po kom dëshirë me metë shumë sane kujtim edhe këto edhe për vetë edhe për krejtë shikuesve që na ndjekin. Pak si kronologji, ha pas hape edhe me bo pak muhabetin ndoshta më të mirë. Je shumë i tipi gjallë, këto e reflekton se se di ke qef me kry punë, garantë edhe njerëzve ke qef krejtve me ja u kry punë, se dikush thirr çtash me shumë gjallë Gjemili. Që une nuk ekziston nesër. Nëse lyp favor diçka për me, nuk ekziston nesër, ja. Me njëherë. Me njerë po. A ke qenë gjithë? Tipi gjallë, hajde Po. tash po qep, po kthehemi në femiri. Po. A je kon tip gjithë si hiperaktiv, i shoqënushëm? Qysh nga mosha 4 vjeçare. Jo, qështo, përgjigje qështo, unë nuk t'i du. Do më thonë, kur fillova E me... kom poshtë në emision Gjemil, jo Pa qështo. problem, do skipaj se u bo mo. Pa, ja. Seriozisht, kur fillova, do më thonë, shkollën fillore, faktikisht, në 8. klas, fillova pak me po botën më ndryshe. Ju gjindë një shokut, i ndimu diçka, qoftë me bicikleta, me sanatleta, qoftë me instrumente muzikore, gjithmonë jem kona i kraj që Gjemili na kryn. E bojmë, s'ka problem. Nuk ka ekzistu për mu valla që kjo s'bohet o problem. S'ka, zgjidhjet me lyp non-stop. Për shembull, 14 vjeçar kom organizu koncert, rock koncert, Prizren. E prej ka e ki marrë? Jemi vesh pak ma mirë, kemi lyp sponsor. Para luftës ka qenë vështirë. Edhe çka me boj kom pregadit, kom cekna për intervista apo përsëriti. Fletën, nëse ti kujtesa bosh me firmën tonë dhe sponsor të une, qështu ka mu duk flyeri, qështu ne, asi. Thjesht, jëm koni gjendshëm, mare me livdu vetën, jëm unu me qenë pak syqel, edhe shok mi shtin në punë, muzikë e tjera. Ama, qëtë, ja ka ndiku shumë mënyra që veç je rrit, familja, rrethi, Gjemil të kam bo pak qështo, për mendoj shumiri edhe me njerë me kuptu, ose mi analizu se anë që ashtu, okej, për shoqni, ku më kanë Gjemili, edhe garanti konë që aty gjithë për shokët e tua. Dardha nërdardë, thënë, indjeri baba jam, ka qenë inspektor, ka punu, edhe një kanë qitë në atë periudën prej punës, kanë pas sakrificat e veta, dhe atë në mbjedh shoqënia, e kanë rrujt një tjetrin, e kemi pas një dyqan ku une si fëmin, 10 vjeqarë, ku më punu aty.
Dhe më thonë, aj, mi ka dhonë, nana, baba, mi kanë dhonë ato, duhet me bo këta, se s'ban, duhet këta. Kemi pas kriza, dhe më thonë, përvoja njetë, po të mësën me gjithë shka. Me cilin i kon maj lidh prej prindve? Kështu, ose që i ki marrë shumë tipare prej njërit prej tyre, kështu? Gjindshmëri baba, i lidhën një mkonë edhe me babën, edhe me nanën jam i lidhën shumë, si çdo njeri me nanën që është. Pak ja kom prish babës, kreske flakareshi me njerë, e kom pas pak, edhe ai ka qenë pak nervoz, si unë. Okej. Kurse nana, të kujton ato papuqet e shtëpisë, kam pas një numër për mas, 38 dhe shkruaj ke firma Kona Sport para luftës, trupin këtë shë kom pas. A i kon shëraxhi? Shumë. Jem kon shëraxhi. Me mësime nuk jem kon i keq, jem kon i mirë. Modest, po kallëzohesh? Kur dilsha në mëngjes, në rrugë, ma hall aty që i thojnë, kur kthesha natën. Nona na mojke, na lojke, na shpërlojke, kur vishna në shtëpi, atëre pasoj ke papuqja. Papuqja, e lezetshme është edhe qajo koha. Valla. Jo dhe shumë. Jo dhe fort. Jo dhe fort. A ki pas shoq femërin të lumtur, të mirë? Mendoj, okej, kushtet çdo që janë konë për një mas të cilin nuk është i ka pas në atë kohë, ndoshta rrallë ka qenë ai familje që ka qenë me kushte ekonomike më të mira, po familje të madhe i rrit ajo? Po. Edhe sa vllazën motra kështu keni qenë? 3 motra, 3 vllazë, 6 fëmijë. Okej, 6 fëmijë. 3 motrat janë më të mëdha, 3 vllazën janë. Unë jam fëmija i 5. Ai kokforti. I 5 i kërka heq. I 5 i kokforti. Kom 3 motra, një jeton në Itali, 2 kom Prizren, një vëlla kom Londër, unë në Prizren, Prizren dhe Adonisi vëllau në Prizren. Ajo është profesor i violoncellos, jep mësim në Prizren. Motra ka punu me banka me gjana këtë. Po. Motra tjetër në Prizren, tjetër në Itali tash. Jemi rrit kallaballak. Ka qenë e periudha kur i veshim një par pijama njëjtë, një ngjyrë. Këtë familje. Këtë familje. Ama harmoni brëdyqysh shumë, shumë para luftës dashni. ka pas shumë dashni, shumë harmoni, po para luftës për shembull martu motra atëre me njerë një zvrastin. Shkoj edhe dyta u bo një zvrastin e madhe, filloj me ndryshu. Po në atë periudhë kur ishim bashkë ka pas harmoni shumë. Jëm rrit me një familje të lumtur, pavarësisht që ka pas edhe kriza ekonomike, politike, stresi, tash para unë në shkollën e mesme kom kryer për shtëpia, periferit Prizrenit. Vike një keri policisë u parkoj ke aty e na utut që ishim atë frikën pak. Për gjithësi lumtur. Shkollën, po në filloren e ki kryen Prizren, po. Pastaj ke vazhdu? Pastaj në kapacitet direkt fakultet. E kanë Shkollën me njerë Prizren edhe shkollën e mesme në Prizren. Kom kry elektroinformatik. Kisha qef me kompjutera, IT, që apë dione. Da boq fizik i kryti për IT. Kushtet e vështira, dhe më thonë, të shkollës, e kishim 2 kompjutera. Llogaritet i shkësha një farë kursi mu mësu kishe me kompjuter, e kemi vizatu tastaturën, me cilën sot i kom në 7-8 copa në shpi palidhje rinë aty. Tastaturën e kemi vizatu me një copë kartoni edhe me praktiku, për menç. Gjemila, gjenë të ti barë gjithë shka që i përbende tastaturat. Përmënej, garant gjithë kon ki diçka, nëse vjeq qëtash na duhet diçka, me gjas janë kerja dikun ki me pas. Në shpe, shumë pa isë, Kerin e kom 90% full. Duhemi me të rëgu që se ki kerin qëto, nëse na vynë diçka. Një fik. Ani është mbëshllëk kur se ki kerin qëto. Veturën se. Definitivisht veturën. Makine. Kerin e vetunuar. Kerin unë e kom zakonisht pjesë e jetës, po dihet se udhëtimet i bëj me tona për muzika e gjona. Krejt i kom, shumë sene kom rezervën kjerë. Ashtu pjesë të baterive, të perkusioneve, krejt i kom kjerë aty, kom gjë. Ngjitsa e tjera. Se s'pëdu me shkput hiq pjesën që shveç përshkojna me muhabe, a kam pas frejk mas nëj prindrit, ka po e merë drejtimin kështu me profesion ti ose... Unë e kom shkry në fakultetin arteve grafikën në Prishtinë. Si çdo ëndër e prindve mu bë doktore, si atë këto muhabete që. A kanë qenë edhe të ju për shembull unë shkollë fillore i çesha 100 piktura në ekspozit. Në fund më japshin 7 copa se i kanë marrë arsimtarët në bashkia. Halal i kanë me. Para me ndu. A ke sot na jo kështu? Kom pak. Shumë pak kem të punu. Në drejtim muj me thonë edhe ka gja adopt.
Tash djali e ka trashëgu pak vizatone edhe vajza vizatone. Shpi artist është bre? S'ka ka me dalë Jo ndryshe, mund- valla. Valla jo. Ta tregoj edhe një sen, artist lëk mas i flet. Djali Axhës teme ka komponu kongën qaj gitarja ime, konga legjendare që është. Djali Axhës tem. Djali Axhës tem. Ai ndjer është Alejdi Gjini. Edhe i ndjeri Abrashi që ka shujt tekstin. Ata e kanë bë kongën. Parën edhe ja kanë dhënë Agim Tecit. Do thonë kanë lançuar ata e tjera, po Agim Teci më e ka përpunu një cover edhe ka dalë në shesh në Mejdan që thënë. Qa keshtu të regu në shkollë të mesme, kemi pas të lashe e tjera. Në shkollë fillore, ja që isha nonës punimet që kom vizatu, mirë, nona, qa është jam, sa matematik? S'mi pra me kje, najherë. Atëre studiova grafikën në Që shkollë. s'kam pas faj me një anë, se di. Po, e Më ne që kanë menu, po, s'kam pas faj. po du me dalë të ajo që Po. janë tut, mos po devijan. Po. Për shembull, te muzika, kur fillova marrë me muzikë, baba kategorikisht u munojke me largohu muzikës, se ki me bo familje një ditë, ki me jetu, ki me dalë, me shetit, largohu. Po une atë kokëfërcin teme. Besa e kom pas një periudhë, e kom përmend shpesh i patashit baterit, e bleva një komod televizor edhe një kauç edhe risha aty. Po prap trupi e i bleva mas 2 jave perkusionet me njerë, edhe prej ati momenti me perkusionet. Kur u futa në televizion shtetit me punu si perkusionist, baba atëre ndryshoj muhabetin. Thjesht filloj shpirti miu qetësu. Fillova me punu, me marrë rogë, Po. me dojnë koncerte, ajo ka A qenë... ma në mend punën e parë që e ke bo se për ndërprej? Puna ju të e parë kështu? Puna e me e parë ka qenë 9 vjeçar në market, kom punu. Po ajo ka qenë biznesi familjes. Po. Mase kom punu në lokale në kafiqa në Prizren, kur mini pak vet janë qef, para mëno kom pas flokone. Mini vet janë qef edhe kom punu në kafiqa, kom punu, organizesha autobusa në Brezovic. 14 vjeçar, 15, do më thonë, viti parë, ma saksisht. Gjithë s'ka Gjemilja. Na u kall një autobus të shku për Brezovic. Po bre, e kum gu qatë rast. Bajagi baksos të kështë. Po mënaj, unë i nërta, andi se sot garant ka mundësi me ndodhë diçka. Se për ndryshe kajtë e din që unë jem shumë baksus, edhe ti ishe baksus bajage. A dim se unë e tjena baksus? Se na kërkojmë, ngojmë, punojmë. Ata persona që rinë të shpia që shtrijen, ata sen si gjenë. A e ki vrejt atë sen. Jo, se s'ka komi Që të gjetë. karikë sa herë ki qelti. Me misafjerë. Mun është murzu se ki qel 100 herë. A kur është e re, valla. A hargjo është na herë gjemi? A menan që ki më hargju na herë? Më hargju tash po Po t'inglan. të kuptoj shumë mirë. Kom fillu pak mu lodhë ma shumë. Kom fillu, pe vrejt që ka fillu Gjemili pak. I kom nalë disa gjana. Jom fokusu në dyqanin ku punoj me një farë servisi, me qelsa. Me muzikë tash kom fillu me angazhu pak edhe jem të i bo disa covera, kongë bukra shqipe, të i shëndru në muzikë latine. E pesho vetën që kom nis pak mu hargju, mu lodh, po e kom një të mirë që 10 minuta, nuk jam person që meditoja në sen, 10 minuta shkejt e shpia, e qetësej vetën kështu në atë mënyrën teme, shtrina ose që pëdi, kthena fresh. Për shembull, bendin që e kom Prizren në punojmë dorës ma verës. Punoj tanë ditën në dyqan. Kom me 30 njerëz në ditë, 50 njerëz në ditë, komunikim, mja spjegu, mja bo shërbimin e tjera, lodhë në nervozona bona kur shkojnë shpe, pushoj e tjera pregaditna për dorësëm, kur shkoj atje në dorësëm, e kom një moment që bin pauzë, edhe me njëherë dalë në zero prapë. Se ati personit funi që Sta ka me bërgj, absolut. Komiron e bubnjeve, baterive, ati nuk intereson, a ki disponim as ki. E ati jom edhe energji full. Veç që kjo dëm bajagi luft me vetën diqysha. Po. Se nuk është shumë lehtë edhe na shohim që shumë njerëz nuk din me menaxhu, shumë vështirë menaxhueshme, ndoshta e kom arrit. E ke arrit edhe ndjek në herë çdo. Që kjo është me u duar trokit, me nëjtë të vetja. A vlerësoni që vetën kështu? Ajo, veç nuk do, a? Ja, gjithë pëm kërkasje. E shisha një perkusionist mirë, për shembull, jo e shisha perkusionist, në falë, e kisha, si me thonë, një performancë të mirë, edhe isha në qendër vëmendje, i fort, njerëz, bravo, adin kësi komplimente e tjera, mu më fluturoj ke menja. Ta shune, kom vetën kontrol që, kjetës, veç ka isha në shpirë që isha një perkusionist që është baba i botës, veç bisha, në zero, pra. Për toke, me njerë, sans ki bojë. Po, gjithmonë du të me luftu me nga, unë edhe fëmijëve të mi i thëmë, Aronit,
edhe Gretës, duhet me punu shumë. Vjen një moment kime po vetën, që kem të bune. Jo, Po desen, nuk do këtë që... jo, gjithë me luftu. Gjatë luftës, po ne ka je konë? Gjatë luftës, po. Jo, okej. kemi qenë në Prizren në shpe, me familjen komplet. Kisha motrën e madhe në Tenapatar me bebe, se ajo kishte burin në luft. Edhe ishim na, domethënë, këtë në shpe që aty kemi pas pak normal si këtë familje shqiptare, një farë tute, një farë traume, një Sa farë... vjeç po i bjen që je konë të gjatë 17. luftës? 17. Një shok i liri, e përshëndes fort. Ai person 3 herë ka arte une me shku në luft me to bashkë. Edhe ka pas një çantë që ka shme veti i gjep. Qa ki aty, thë ke qarapa. Dhe kemi shku në luft, po nuk ishim të gatshëm edhe kisha frikë. Ai, atë rrugë që dhe kemi shku, kisha frikë, mos në nxojnë edhe na kontri. Për fat keq, pequj nuk mujta më bantar i pjesë e luftës. Po jam krenar se shumë shokë, shumë miq kom pas, adin në dhondri e tjera tjera. Luftën kemi qenë në shpe. Ju e dini Prizrenin shumë nuk e kanë prek. Po. Me qenë se ka fundi erdhë një farë lajmi që dojnë mi hi edhe Prizrenit, po për fat mirë nuk e preken. A ke kështu naj, jo traum, po s'po di, po naj traum prej krejt saj pjesës të kalumës, se dyqysh edhe i ri në mosh, i merë sa të ma ndryshë, ndështë ako tritesh, kur i rrit ma vone, ki kuptu, ki thonë, që kjo moment më ka bo bajagi qështo, se din me të shfaq nga njëherë disa skena, kështu, a kena i skenë bajagi tronë të kalumës, Gjemil që e përjeton keq edhe sot ku të shfaqë. Po du me dollë për shumë të lidhja Prizrenit, unë jem e shpi më rapa lidhjes Prizrenit. Edhe pamja është ka kalaja, faktisht lidhje nuk e she, po edin veni është kështu. Po. Datën e pas në haru, momentin kur krisën disa bomba, edhe u filloj mu kallë lidhja Prizrenit. Ajo ka qenë pak një farë traume se në ardhën në bërë një farë mënyra, dhe në ardhën në bërë shpis. Ajo ka një keqe kohës luftës. Edhe kur e shedi që shflake në tymi, adin një ndo, është një farë trishtime. Hypa një farë terase, kemi në shpi me këshyra të shuku kalke, bërtetqin e, u gëzëshin e, knëshin. Ka një farë traume. Për ndryshe trauma kena plët, Për shembull. kalumën kena trauma, që di. Mas pari, kur ne qitën prind prej punës, ke një farë traume, e cila e shishe ti prindin të u mërzit, e ti s'kishe ndorë kur gjo mi ndimu ati. Ajo ka qenë për një me e fështirë. Shishe disa antarë të familjes pak ma largë që ishin keq me kushte. Në për gurbete e tjera të adin, qësi? Edhe të kanë mundu, po bre të mundojnë, Po, m'kanë mundu, Se definitivisht. dikush që anë gjithë të diskutoj, adin, është gjithë dikush edhe pse shumë i ri në mosh, po sa do që për këtë fëmijëve është dikush që i merë shumë sanet edhe, po më ma offer, i analiz, po. E shek të të bordhat, Po. krejtën. E kom dëgju profesorin Valton Beqiri, dhe ke një qime e bardh, mi ki mytë dhe ke 5.000 qeliza. Ta ka shkurtu jetën, një Po, 5 dhe, vjetë adin, jetës ti ka ik, po nej, se pas këtu e si- bojnë, Ka pas si trauma, si sene, si kleqme, okej, po, e po kuptueshme. shqyqër metën të kalumën. Edhe unë një masi tipi kaloj ecën për para, nga lype, zgjidhen, bëne. Edhe sa dje që shto? Me Gjithë, gjas. gjithë. Pa, po, je bagi i përmbushur me që të pjesën që i përmend edhe kuverat sa që i tu i bua kështu. Po. Apo të përmbushin pak kështu shpirtnisht? Po më përmbushin, Se- po non-stop që a po është më thënë stirë si e më të kanë- bo, hala, kur gjo. Hala si të bo kur gjo. Besom, i mora kongë të indigjej, shumë bukur i na mundu me ato me këta, thash, kur gjës mas na bo. Me njerë vetit, a i shoku ma buni, për tja e bre dhe normal, ton këto sene, ton këto instrumente, tërë muzikantat mirë, tërë kanë ardhë, se cili instrumentalist, se cili ma i mirë se tjetëri nëse më lejon t'i përmendi. Po, gjithçysh. Agron Peni është gitaristi, Lumna Shqiptaria që kemi ato. Artan Elshani është producent, pianist, është shumë i mirë. Avni Krasni që është trumpetist në orkestër të FSK-s, në filharmoni. Mos t'jetë bërsh Besnik Bobaj, klarnetist perfekt, Po. dhe më thonë me muzicienta të mirë. Edhe gjithë shka ka dollë bukur, po t'inglon bukur, po unë e prapë, Unë mendoj që kjo të mban gjallë dyqysh. Po. Nëson se kisha pas gjithmonë qëtësen me që bo zgjidhje, halo. Grant isha konë me një farë komfort zone që kur s'kisha lyp sen për vetës. Adin, isha rahatu Unë me jem tip qatë sa... kërkus pak. Po. Shumë kërkus. Nështë edhe në kararas si shoqninë e kom, për shembull Besim Dinën. Besim Dina është një person i cili është shumë i suksesshëm. Pse është tip kërkus,
luftarak, kur s'nalet? Kur hiq, s'nalet. Gjithë vjen me ideja. Sa herë takon ato pa ta dhonë një këshill, një ide, një sen, nuk e lën. Kom pas shumë shoqni qashtu që ndoshta edhe vet i kom gjetë, që thojnë tenxhere ka gjetë kapakin. Kapakon, po, për shtaten. Nuk pe di. A ke hiç meq kështu? Je i shoqënueshëm si tep Xhemel? Po, kom miq shumë. Definitivisht kom E miq meq shumë. të vjetër që i rrit me ta Kom për edhe shembull? miq edhe ma Ma gjonë se bati që- Kosova. Shumë, definitivisht. Apo? Edhe i përshëndet gjithë. Jom tip ndoshta i harreshëm, jom tip bashkëpunëtor, jo hapi zemrën se cilit, jom as i tipi edhe na ka met një muhabet i mirë. Sot diçka me mu dasht, kom njerëz gjithmonë. Po dhe gjithë që ka, kjo të dikon bën e mirë ki, kur që kjo ti thot miq. kudo që shkojsh bën e ka një Po, shtëpi, definitivisht. make sense, definitivisht. është fiks ashtu. Jom bind me këtë sen se përvoj kena dhe me senet këqija të mira jashtë e ne, kom pas me gjithë. Kështu a e shgënyu heq, a ke hup hiç meq gjatë jetës Po, ajo? po, shjo. Ata zakonisht që i bojnë të menqëm, jon egoista, pa nevoj, japin këshilla, pa libje, pa libje. Edhe veç që janë që Unë i thëmë ata e në tipa freni dorës i makinës, tjerit. Ata me njerë kom qef me elimino. Na i herë thëmë, Xhemil hiç breski shok, na i herë thëmë, ta në qytet dal vetë. Shumë prezident ma bojnë, me konje, me juve, këtë. Dal vetë atë në shanë, e tjera tjera. Bash. Xhemel, nëse tu kishe jap mundësia prap, me shku në Suedi, a kishe shku? Shko me dua blen. Kom kujtime shumë të bukra. E pse bre ki një farë dashnije që ka që të madhe për Suedin? E kom një E shok, dishim duket si pikë e kia, Po. si pikë një, po të thamë Sakt. kështu. sakt. E kom një shok Enver Dushko e përshëndes shumë, e fatosi e plot. Ai theke, me ditë theke mreti suedez, sa kiti dashni për Suedin vend tjetë letrat. Se adin, këtë është të na letrat. Po tash na e kena mundësin me shku atje, po adin është një farë. Unë e kom provu Suedin për një jetë pak më të mirë. A u dëshpërove qatë shumë e Kosovën, që deshe me Nuk shku o në punë që Suedi, u a qka? dëshprova, po unë jam asi tipi, se është shpreje e keqe, nuk i njek i njerës për mas, unë mi ushtri ati në toke, mi alepi fundin e komës e tjera tjera. Unë jam asi tipi. Edhe në atë periudhë mu duk që mu bo ball. Isha në televizion të punu, rogat nuk na kanë vonu, por kanë me ndërprej kontratën, kanë me bo këta, shkova në qerë dhe djali nuk ma pranun, u bo një farë ngulfati edhe vendosa. Po shkesha atje, tako isha gurbeqarë, theke, po ti a e tu punu, thesha po 3 puna. Qysh be 3 puna, po, oksigjeni, televizioni edhe në rrogë shkollë Mitrovic. A me rrogë, thesha po rrogë që ka shtë kemi pas që të rrogën në vend, po këthena. Falë, s'kom qare pa e tregu, afer 800 euro 3 puna i bëjsha. 3 punë. Me udhtime, me gjana, me sene, me strese, me keri, natën, ditën, borra, shiu e tjera. I bëjsha kur si jem nërë. A kështë shku prap, Suedi? Menoj që po. Isha shku se kom kalu bukur atje shumë. Venet bukra, natyra, deti, shoqënia, pastër, edhe nga të familjes. Që aja në është ta e mirë. Se këtu, qona në mëngjes gru si ja i mirë që a ki bo, mramje. Që a bona i mirë, ditën, një drek, një sen, një gjo. Pak ma largë familjes këtu, po menaj. Po. Tash fëmija në shkollë, djali mbohet si vjetë për fakultet. Ej, sa shpejt. Xhemela, po toke që shumë shpejt. Që ato po të me thonë që Kjo shka e kujtoj, po, punën kur jem hartu, fëmija kur ka arë njetë, që sot djali në fakultet. Si vjetë fakultetin e fillon djali, para disa dite i ka bot 18 vjetë djali. Në më thonë Xhemili, djalin 18 vjetë, se unë hala menoj që i kom 22 vjetë kështë në veti. Ma pak. Nese dhe baba më ka regjistru një 17 vjetë ma vonë, se me letra jam. Nice, te Me letra top të nishëm. Po, bre shumë shpejt, Xhemil. Suedi kisha shku në shta, se u guta që thash po, kisha me shku me shetit më knaq me nejt në shta 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, me vazhdu jetën më problem është. Ja. Problem se këtu kom shumë pasunit madhe. Jo pare toka sene. Kom ty, ato, shoqnin. Që nuk e gjenë bashkë Jo. kërkon heq. Atje kur shkon ti je nivel tjetër. Je njeri tjetër. Ama në qatë kohë e ki dash qatë sen, apo? E ki dash me E jetu kom dash qashtu? shumë se thash jem tip kërkus, Po. kom shku, kom punu me gazeta, me suedez. Kom bo muzik me një DJ suedez që është një ndër më të njoftnit Po. atje. Po. Ka qenë një këngëtare Amanda Jensen, me bendin e saj jam taku, cilat atë din këto janë Ondra. Kom taku muzicienta shumë të fortë, pse i kom shkruaj email direkt. Kom marrë perkusione me veti, kom dal rreth liçenit, kom performu kanal. O, ti kështu, ti ashtu. Kom shku në Kalmar, një qytet është, aty ishin 6 copa konga që unë ato perkusionet, Po. të mëdha.
Edhe aty letra që ka qish, mos i prekni me dorë. Une kishe s'po di me lexu suedisht kur ti hin atë. Edhe aty veç dilshin për aty, oj, ata ka një shprehje kur çuditën, oj, e bojnë. Po. Erdhën suedes, më folshin suedisht, tash English. Kajtje, shqiptari Kosovës, Kosovë, adin ju vike interesant, që kjo në plaske. Se janë mësu me do gjona tjera, u mënësha mi u tregu që nuk jena, s'ka që thëjna e shpreja, s'ka mal pa fi, po nuk jemi në gjithë njerës. S'ke zitu ki dalë, më thonë edhe kështu në... Pa problem. Par dashni, shumë Tash dashni që do të bëj qatë turin me shetit, do të marrë një konga, i kom do pak ma të vogla me vetë. Do mi bo do gjirime të vogla. Po, kisha du me të thonë, bën video që s'qysh. Edhe, po, dërgona me i po. Okej, hajde po pjesën e Suedis, po du me folë pak për pjesën... Kom punu një punë shumë shtirë në Suedi. Po. Kom qenë riparu si paletave, paletat janë ato flokat e drunit që bojnë eksport-import të din. E kom punu ato, pa mare, s'është mare me punu, më falni u shpreja pa lidhe, po... Qëtu jo, shumë mirë se njerëzit tojnë... Po, njerëz janë ashtu, kom punu pastrus, me një kompanit, një shokut e përshëndes, aj ma ka qelë derën atje kom punu taj, pastrus, 4-5 orë. Ekspert jam i këtyne fashave. Pa, lumë gruja që të paska, a i një mëna i sa? Pak, jas të katë një regullu, që ato e bën edhe... Përbes shumë pak i një majgrus për fat keq. E në kuzhinë, a i të shiki pun, ta i kina i të shysh me kuzhinën. A dhe me pregadit na i sana, jo, a vesh me hongër. Kuzhinë... Unë di me hongër. Di me pregadit, po bona kështë s'po di. Di me pregadit sana të thjeshta, po dijet. A dhe në vezë, Jam person që kom jetun vetë në Prishtinën, vetë kom pregadit. Po, dhe... Dhe më thonë pasta, kësi sene ekspert jam. Apo, ku përna thirë në hernive, të shpia me naj dark, pasta me na bo. Për ndryshe kësi vezë, kësi gjana ato e najgare, une kërë që ditna nuk di me bo 2 vezë, që ka ati filozofi e lejle. Ambëlsina kom marru shpesh, ashtu ambëlsina për vetë. Këtë qokollatë. Qka ki dit me bo mas... para me do. Ato kur të hanë, nesër, mëngjes, tuli, mirë mëngjes. Mirë se erdhe, u bashkove. Po du me... Të kena tek pjesa e fundit, se që edhe minutajë fluturoj mërë Gjemel me ty, ja, valla po. Për çka kritikon vete mas shumëte, do t'i pare që ty të pengojnë te për shumë të vetja. Hajde 3 t'i pare. Nervozona shumë. Po, e pash. Edhe kur nervozona, veç gjumi ma hek ato. Nuk me kontrolu vetën. Në më dhëmë pse ma tha, pse kështu, ose pse më trahtoj, ose pse ajo më hanë kejt. Që ato e kom shumë të keqë. A e tratu shumë ma? Jena trastu, qësh jo, në punë, në shoqni, në kanë rajt, din. Irrituse, pastaj din me qenë. Pastaj a shpreja, thejet gota, t'jen gjetë, ama sa është maja. Po thu vlen qaja, a? E kom një, po shumë vlen, shumë, definitivisht. E kom një njeri që une e takoj në shtash dhe 2 ditë ato. Ri me to, bëj mua bet, po nuk e kom atë dashnin me to, e kom atë... Po, një farë, jo më lefi, po një farë i vnimi në vete që... E kom, se ma ka bo, atin më vjen keq. Vjen keq për to, se për mu. A këthe e shpejt kështu, si te pa je këthishëm? Po, këtheme. Ganë kërkëm falje kështu, nëse vështë që ki bo gabem, nuk e Kërkim falje e kom kështu non-stop. Se kërkush është perfekt, edhe unë e gaboj. Shumë e vërtet. Po, deri tash për fat mirë, i kontrolloj gjonat, gjithmoni qësë senet për mi veti. Nëse e bëj këto, çka ndodh? Gabim. Po, kritikat e vetës që nervozohesh, po du me ditë në kritikë qa? A je kështu për taca jo? Jo. Jo, në aspekt punës nuk je. Në disa raste po, në disa raste, për shembull gruaja hadi shto perdet i ekim aty për teshëm. Sprek. Rreth shtëpisë. Qash edhe pak? Rreth shtëpisë nuk ndreqi shumë pak. A kur të më kap ajo tak më na ditë këti kry? A kështu më lëdhën një vjet e qis. Edhe një po du me ditë. Edhe një. Po. Një. Çka? A je kështu i ndjeshëm një masit e pa jo? Të nësi te prejkesh... Koj. Gjemili me kajt, Gjemili me kajt. Dolin lot. Dolin lot shpesh. Për shembull na kemi misafir në oksigjen, na vinë, tregojnë lloj rasti. Ka ndodhur 2-3 herë në natë aty kum kajt. Luftëtare tjera, njerëz që janë prek direkt në luftë, gratë dënume, e shumë gjona tjera, din, jo, mas i tipi pak. Po.
I ndjeshëm. Kur një raste se tash këto rrjetet sociale që më thonë Facebooka, gjithçka po sheh. Masane unë i kom kena shoqni si juve që jeni ju rani parë, që i merr një vesh lajmet krejt. Unë masane, është dhe vërtet që kjo, po është e vërtet, unë me njerë. Jam tip i ndishëm. Okej, po, ashtë qare. Çka të bën nervoz kështu? Gjemel që qet pi kontrollës. Mas shumë të që e tranën Gjemilin, veç nuk ka ma, s'po them nuk ka ma vetja se po shkoj me ekstreme, jo, po ekstrem jo. në atë kuptimin që po bërë shumë të carën, për shembull. Të bëj pak me hajgare. Kur ullëna me hongër buka diçka, nëse s'ka muzik, ose lajme, ose televizion diçka, më pengona ting, tang, zht, tang, ting, ku më tranoj. Aty livriti. Vinë për shembull misafir ose shkoj diku në ka mundësi mi ashtu zonin televizorit lutna. Pengon vetë vjetën, tang, ting, nervoza. E pse po të që për shembull Gjemil, pse se ke analizuar në herë me thonë mos u fokuso te çto zhurma, po garanti të kamet për baterive, na muzicientat e kemi një të keqe shumë. Shkojmë për shembull në lokal me nejt, nëse ka muzik live aty, na nuk jena në mohabet aty. Harroje. Na jemi në analizë atje çfarë të bëj, çfarë të bëj basisti, çfarë të bëj gitaristi, çush e bëni këto, çush e bëni ato. Që to e kemi të mirë. Okej, Gjemil këtu, okej? Edhe ajo është në tavolinë kur në ting tang ting tung tang ukuk. Atë ndodhë kështu një me pas veshin, a je qëtu me neve a veshin tavolinë dikuj tjetër, që në të bu muabe. Ja, jo. O veç më lidhë me. Jo, pedi, po jo. Na herë besa po. A të interesojnë punë të uja. Shumë më interesojnë. Kom të mija të balë. Jo, nuk më interesojnë nëse vjen më thotë. Minimu diçka, një favor, një sena, kështu ja. Okej. Me qenë se ka të natë thashe theme, bili vallahi. Të natë qka s'nin, po. A është na i dukuri që të shqetëson mas shumë të muzikë në Kosovë të na? Një dukuri, e di që ka shumë, jo vetëm muzikë, ka në aktrem, ka në gazetari, ka në cilin profesion, ka dukuri, fenomene që janë të jo të mira. Kanë hi Japancat në shesh. Teknologjia. Teknologjia ka një shesh edhe ajo po më pengon pak se po knojnë njerës shumë, muzikante në bo shumë një sint Japancat jo në aty mrena. Edhe po bëhet muzika edhe s'po më pëlqen që po ju servohet njerëzve muzike keqe. A është ka ju servohet shumë? Humori keq, muzike keqe, aktrimet këqia. Ti ki vrejt të na që është një sen për më koni suksesshëm, më falë, për me qeni suksesshëm, dush me lytë rolin e budallës. To i za. Po jam ati, në si sen, ku që ka bo. Që kjo më pena. Pse vlo. Qëfar muzike na kemi? Shqip. Qëfar artista, aktor kemi na për humor, për shembull, për filma, për gjona. Perfekt. Që edhe ju garant jeni siklet moderator të kamermant, qka s'takoni edhe jo, e di. Kjo më pengon, për shembull muzika, janë bo vajzat e reja, djemë të ri, djemë besa ka njës vetlat mjek. Mate. Po. Vajzat e reja gjynoj zotit pust, edhe tap kamerën i ka 1.500 euro, 2.000 euro, del aty e bon një kong. Djalo e ke rogën. A dhemshme kështu? Si dukuri? Dhemshme me të tip që shka ke kalu dhe qa ke bo marrë dhe i qëtu edhe... S'ka kvalitet, më thonë tash veç aki pak idea, se tash e ki pa dhe fëmija mrekullia Zotit po lindin pak ma të gjallë, po din ma shumë, nështë ta teknologjia, nështë ta ushqimi, s'po din. Okej, po. Edhe ata kur pi bojnë 5-6 vjetë, ata me njerë po kryojnë diçka po bojnë. E valla që aty mere është tine në rrugë ku duhet. Eksakt. E jo, hajde, tangojmë këta, ata e këta. Kena përvoj, kom pa shumë sene, më pengojnë definitiv. Po, jemi qëto dhe i shohim, pëtuaj se gjdo dit. A ka nëj moment që tu kjo është momenti kulminant të jetës tam, i karierës tam, falj? Oke, jetë tip kërkus, nuk dip se ta bona këtë pytje. Kulminant. Kom nis me vrejt një sen. Kur po qona në majet gishtave, pesho stopin e muzikës. Seriozisht? Largo është, edhe një 15 vjetë, ama pesho. Okej, tash më s'posu ma ofër. Jo, tash një. E më shokove. Jo, no. Jo se ishgënje njerëzit e tjerë që dojnë, Gjemil, pasaj. Se ka shumë njerëz. A thot që ka njerëz që më dojnë mua, me të mek muzikën? Inshallah s'menon bashkë ashtu. Për bes, jo, më rami qitë një 2-3 kovera, Po. edhe ku marrë shumë mesazhet mira, rime Okej, zemra qa. mal. Unë aty ku punoj, ka njerëz shumë që vinë. Knashna kur vinë do fëmijë që kaq. A Gjemila, bon me bo një foto me ty.
Besëm, është një ndjenjë mirë. Zemra mala? Seriozisht. Vindo njerëz më të vjetër, burra, gra, foto, unë i nguci, adim që me humor me sene. Për një me ndjenjë mirë. E që aty e vrej që ka diçka fimeje. Qa, hapet. A veç diçka ka, ma shumë nuk ka. Gjemel, për fund, du me dit... Për një me në funda? Valla po. Okej. A ke dështu na herë? Dështimet ma i madhë, njët. Po. Disa herë. Hajde që më kalzosh, i sinqertë dhe i stash s'ki. Me biznis kom dështu 1, 2, 3 herë. Sa që ka pas njerëz të rrethit shumë të ngushtë, jo, po pak ma gjonë më kanë thonë ti e njeri dështum. Pse kom dështu, jem izolu pak, jem mbyll edhe jem mënu me qetësu vetën edhe me rinis ato. Kom dështu, dhe më thonë, në muzikë deri tash jo për fatë mirë. Për pos me ethnically plucked, do më thonë, më kanë largu për bendit. S'po më me qujtë dështim ato, se Jo, kanë arsyet e vetë, ose me rëndësia. Me muzikë nuk kom dështu, nuk po di. A ke vuj qatë pjesën, kur njerëzit kanë thonë që je dështak në qëtëfar pjesë I kështu? dështu je i dështum, adin, ashtu ma kanë thonë, ashtu fërt, jonë bo pishman edhe ata, se masën ju kanë kujtu sene që unë i kom bo për ta. Jom dëshpru një moment, po masane, adin ajo, gjyshi i ndjeri, më ka thonë, kur ki krizat të mlaja, ki momente që 10, 9, 8, numra, mrapsht edhe që të cosh. Po veç unë e ata që më kanë thonë që ashtu, unë e ata masane edhe 10 herë, jo kom kalzu që jem shumë frerë. Jo mu hakmar, No, asni herë, apo? Zotin atë. Veç në atë mënyrën tonë dhe Shumë herë jom nisë mu hakmar keq, po jo, gjyshi, 10, 9, 8, 7, edhe me njerë me 2-3 të mira. I mytë me të mirë, njerën e mytë me të mira, me suksese edhe... Nështë ka pas momente mbrana e më konë zjarëm, ama kështu. Okej, që ajo du të me... Edhe me qëto po e përfundojna, me që busqeshe po e përfundojna në emisionin. Gjemel, me këtë ngjyra që shke sot, unë e pa dyshim që e shiova, biseden edhe u knaqë atë për shumë, edhe kishim vazhdu na, edhe me inal kamerat, kishim vazhdu si muhabete me po, ku me ditë edhe sa orë, edhe ty mos marrim shumë kohë, a pritove më ardhë Allah ila ju. Kur, zotin Në na erdhëm po me dojtë Faleminderit shumë që keni ardhur ju. Kujtes knatësi që jam pjesë e emisionit tënd. Kom përcjell emisionin. Më ka pëlqy mënyra se qysh e trajton, qysh e udhëheq, shumë bukur. Faleminderit shumë. Veç vazhdo kështu si je. Originaliteti mbi gjitha. Faleminderit shumë u kënaqa definitivisht, po shumë shkurt do shkoj. Valla, jom bo një orë gati jom bo. Edhe po du me tregu që besom pak me stres e kisha këtë punë ditës sotit. Ja, bra. Kemi sinqert. Që shkoj? Bono i sinqert. Shumë mirë. Një Faleminderit herë në shumë. jetë. Po më doka që s'kena bisedu kur gjo. Shumë kena bisedu, po qatë sa u kana doke që... Nështë ta kena shumë. Po, kena dhe Okej. ma shumë. Me folë, a të bojna, e qëretimi kjo ty këtë regullat e emisionit. A të thejmë edhe që të regull. Unë jam për me ty regula. Gjithë. A të bojnë për herë të parë, do më thonë, emisionin kam mi pas një personazh 2 pjesë. Pjesa një me Gjemilin, vazhdoj me pjesën e dytë, mas do Pjesën e muje. dytë me instrumente. Vi. Me instrumente, po. E marrë dhe një shok edhe kënojmë pak. A si kena qëtu na instrumenta? Kena instrumente, po që kena gjithka. Po, bash. A për mbyllim qështu, hajtë mbyllim me qëtë zurën. Gëzuar, faleminderit. Shnet, gëzuar.